Presidenti Serb Aleksandar Vučić vizitoi kazermen Mia Stanimirović në Niš, ku deklaroi se do të bënte gjithçka që ushtria e Serbisë të shërbente si pengesë për çdo agresion të mundshëm. Nuk mund të mos pyesësh veten se cili është qëllimi i tyre. E analizuam këtë sot, por nuk do të ndaja asnjë përfundim. Do të bëjmë gjithçka që ushtria jonë të jetë pengesë për çdo agresor. Ushtria kroate është shumë e fortë dhe po armatoset me një ritëm dramatik. Nuk na pëlqen të flasim shumë, por e dim saktësisht se çfarë duhet të bëjmë për të mbetur një arre forte për të gjithë ata që po formojnë aleanca ushtarake jo parajmore në rajon dhe për të ruajtur gjithmonë një efekt pengues. Ne duam të shmangim të gjitha konfliktet një herë për gjithmonë, por nëse dikush bëhet nervoz për vetëm 12 avion, atëherë është e qartë se çfarë po ndodh në Europë dhe në botë, tha Vučić gjatë vizitës së tij në kazermë. Ai komentoi gjithashtu deklaratat e bëra nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, i cili tha se në Berlin se anëtarët e NATO-s janë objektivi i radhës i Rusisë. Gazetarët e pyetën se cilat ishin parashikimet e tij dhe nëse kjo luftë do të kishte më shumë viktima se sa ajo ruso-ukrainase. Sigurisht që do të kishte shumë më shumë, me 10 herë ose më shumë se 10 herë, tha Vučić, ndërsa komentoi edhe konfliktin ruso-ukrainës.